Dhe tani, Enkel Demi, Greta Tugani dhe Glen Leknori sjellin Kape Renën. Erdhëm ne. Mos e filloni kështu se ju këtu ishit. Jo. Tani ty ta morën pasaportën, nuk del dot jashtë. Si do t'i kalosh të kohë? Jo më dalin jashtë, ka laksativ. Ka laksativ, ato do thoja. Ambasadori i Shqipërisë në Australi, në Austri. Do të them direkt. Zoti Fate Velaj pati kënaqësinë të zhvillonte një bisedë të shkurtër në aeroportin e Vienës me presidentin e Republikës, shkëlqyesinë e tij. Është një nder për ata. Është një nder për ata. Ju nderoj gjithë Vlorën, faleminderit Velaj. U shkëmbyen mendime mbi zhvillimet aktuale në Europë. Po Evropi ç'thot Ismail Bey. Janë bërë 90 filma me kualitet të lartë. Marrëdhëniet dy palçe Shqipëri-Austri dhe nismat austriake që mbështesin avancimin e Shqipërisë në rrugën e saj europiane. Duke thënë ministrat. Foto është e shkallët e avionit. Ndryshe nuk do bënte sens. Atëherë ta hapim programin ashtu siç duhet. E hape si burrat. Poloni. Se na ka rënë me polakët. Themi atë Slovaki. Me që Kosova, sepse në këtë momente ne nuk jemi vetëm on air në Club FM Radio në Shqipëri, po jemi dhe në Radio Club FM Kosova. Rëndësi ka që t'jemi dhe online. Absolutisht qipo. Patjetër që jemi online. Kush është ai që nuk e ka shkarkuar aplikacionin e radios? Mund ta bëjnë tani direkt me një dy lëvizje. Ai shkojmë ke Android ose ke smartphone, shkojmë ke Apple Store, klikojmë aty Club FM, është me portokalli me gjysmë plotësisë. Play Store. Njësoj s'ka rëndësi, ke Play Store blihet ai, pavarësisht pa lek. Katalavesi dhe Katalaveni, dhe aty domethënë shkarkoni 3 në 1. Si zotërinj. Radio Kombëtare Club FM të Shqipërisë, Club FM në Kosovës dhe Radio Shqipin. Sa muzikë. Jackie Lamanela top 3 që pa lënda, u blup sur lup. Kështu që jemi Më pëlqen shumë kjo. Atëherë kemi filluar dhe sot shkëlqyshëm. Pallati i Kongreseve. Mirë, por humba kazermën. Do ta shohësh kazermën. Do ta shoh. Është film shumë mirë. Ne pam ditë të dy. Po ishim bashkë me Gretën. Ishit gjithë ulur dhe Flavio. Ne domethënë ai shumë afër ishim njëri tjetrit sa bëm lajm, edhe na ngatruan njerëzit tanë. Na ngatruan. E thanë si ka mundsi Egi me po jo thash un jam dar. E ke pa kësha në mëngjes, Gretën apo mua? Lencin. Lencin, pse kush Lencin mëngjeseve? Ja, më bie fjala. Bie fjala. Panoramën që kemi. Flavion. Flavion. Po pastaj hedh syt nga Greta. Ulu. Domethënë lajnir dhëmbët e këto, pastaj doni Flavio Çarrit të futej këtë këtu. Ishte dietë kazermaj? Ishte. Jo, ose nuk dukej. Sa të smesh. Ishte dhe në fakt në zuri dhe vendin. Mua edhe kolegeve të Je maskara Flavio. Je maskara. Po nesër. Pa mashmen, po ke pagur vitë premiera jote. E rëndësishme është që na mban me lekë që përmendi me emrin media. Rrofshlave. Edhe një puntat kemi tjetrën. Herës tjetër do të përmendi. Kemi finale. Sezon, pastaj nuk e dim sezonin tjetër. Do të fillojmë prapë valla. Ata është e pasigurt, por kur në Amerikë shkurt dhe fillojmë dyshin. Kur do vishtim? Amerika. Do shkosh në Amerikë me vërtet? Do të shkoj nga ne. Ti e di që jetë me premën të ëndë e di urdhërotur. Po prandaj ka ngrënë sallata gjatë gjithë kohës ai. Dhe ik. Ne kemi thënë 70 do na than gjutarët sot 2025. Të lutem, a mund të më shpjegosh pak si e thon fjalën makinë në anglisht? A car. Okay, ku është reja? Është në e kam lënë në Wales. E kam lënë në Wales. Zoti Guri tha, e kanë edhe veriorët tipikisht, që i han pak fjalës, që rëja mbetet në fyt. Domethënë Sazan Guj. Domethënë i ka mbetë në fyt. Po, reja. Ad un certo punto. Ad un certo punto. Jo Sazanit, kërkoj ndjes. Ska rëndësi me Sazanit, se çfarë Sazanit nuk i ngjet gjë në fyt. Gjithë na njerëz janë procese. Po, s'e ngrënë peshk me hala ti. Apo ju e kalon me tul buke. Florës kemi lindur me hala. E kalon me tul buke. Mos harroni që Kape Renën është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoja, i cili mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ti e di kush e ka fajin për gjithçka që ndodh në këtë botë? Absolutisht. Soros. Gjithë me sa e kanë fajin. Salut urdhra. Nuk e shpreh. Se jo, e di pse u shkarkove ke Polonia. Të lutem. Të lutem. Mos ti. Po do kënaqem jam shumë më i sigurt. Do kalim shumë bukur së bashku.
Atëherë, me që i jemi këtu te kënaqësia. Patjetër. Do të flasim pak për ekonominë, se në një nga daljet e fundit në rrjetet sociale mbi buxhetin e vitit të ardhshëm, KM-ja. KM-ja. Apo VKM-ja. Jo, KM-ja. Për momentin VK nuk është shtuar akoma. Okej, KM-ja tha me zë të lartë se vitin e ardhshëm paga minimale Poloni. Si mecin. Do të shkojë në 500 euro. Mirë, s'është keq. Edhe euro do shkojë 1 prapë. Madje KM-ja ynë kujtoi edhe një premtim që bëri gjatë fushatës elektorale për bizneset. Më pëlqen interpretimi. Se preken ka disa biznese që preken drejt për drejt nga ky vendim apo jo? Patjetër. Dhe ai tha se kishte premtuar që qeveria do të subvenciononte për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro shtesën e kostos sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. A mund të bëj për shembull një premtim kryeministri në emër qeverisë apo gjithë secili duhet bëj punën vet? Ai bë premtimet e veta, qeveria bindet. A pra, nuk është se, okay. Nëse nuk bindet, okay. A jemi të qeverisë apo s'ka lidhje? Jo. Ne qeverisë nuk kemi, po varemi nga qeveria. Nëse nuk bindesh, përfundon me shprehjen ai e di duçën durrës. Po, qëndroj i përkas ti brezi. Këtë program Lalierit. Ecim çovanoti. Por këtu ndje dhe pak puna. Forca lal. Këtu ndje pak puna, në fakt premtimi fillestar për subvencionimin e bizneseve ishte për 18 muaj, jo për 9. Dhe nga sot bizneset do të detyrohet të kenë një postë. Fushatës për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, KM-ja. Ka premtuar që bizneseve supermarketëve lehtësi për një vit e gjysmë. Shi. Por ja ku më i të rënë të lapsit. Kompensimi zbriti në 9 muaj. Po lekët ku shkojnë? Sipas supermarketëve përgjysmimi periudhës së subvencionit ka përndikuar shumë, pasi periudha 18 mujore ishte domosdoshme për të amortizuar pikërisht to shpenzime. A mund të quhet kjo periudha 18 mujore lehon? Ai ka kthyer përgjigje për 9 muaj, kalamajt bëhen. A mund të quhet 9 mujore lehon satanik? Okej, në rregull. Por 18 muaj e bën elefanti. Po, qëndron dhe kjo. Duhet ta mbajmë edhe këtë. Përgjysmimi i periudhës zoologjik e detyron biznesin të përballojë gjithë zoologjik. Po. Por në fund fare KM-ja foli. Una fal se po flet keli. Tani të tjerët mësoni këngën, nëse detin do kalosh, notin duhet ta mësosh. Dashuria miku im është një det që do kalosh, nëse varka të futuj, duhet notin ta fillosh ose ta mësosh. Tani 2000 përshëndesim. Tani është tani 2025 apo jo? Tash duhet të jetë ku diun sa i bie. Tani mund të jetë nga këta që atë ka qenë Keli 57 vjeç. Më bie fjala kur se 27 tash me bobe. Okej, se ka edhe ca gjëra të mira. Po sigurisht po. Me çfarë do ta blesh ti gjelën e vitit të ri? Si me çfarë do ta blej? Me çfarë lekësh? Pas të vjerë më pa lekë. Po, pra ndërsa unë me kompensimin që do mbëj qeveria. Super produksion. Sa ke pensionit 200 apo 150? Okej, na ka dalë mirë pensioni. Okej, se ju me 200 lekë merrni. Ju që keni 150 merrni 100 lekë. Na ka dalë mirë. Pele ti videon e Erion Braçës? Jo, më lali lexoj vetëm që lajmet e mia. Ajo me Aerioni është super. Aty kemi emisionin. Ora shumë keni filluar. Jo, smerrem unë me gënjesht. Orti, si ke vap? Kush ka vap? Unë jo. Unë shumë. Okej, e ke psikologjike. Po ti e vesh me lesh me zemër. Çfarë bëjmë? Si ta kesh me qime pa qime ti prapë zemrën ime. Çka kemo për të? Po qime mund ta shpash në një gjë më sot. Po çka kam në rregull. Po çimja që bëhet tra. Kjo është ajo që do të diskutojmë në këtë program. Pra mos u shpish, mos u shpish. Fjala, telefonat e përduar të gjithë sepse erdhi momenti i quizit. Se shkruaj aplikacionin. Hauç. Jo, çfarë do ndodhum dhe Egi do të prezantojmë dy variante të njëjtit lajm dhe ju duhet gjeni cili prej të dyve po gënjen. Okej. Menjëherë të dërgoni mesazh më tej. Pritet të shohë një qendrosi çje. Si gënjeshtar më dukesh. Atë vendos publiku. The mother and the sister. Atë vendos butoni i shill. E vendos publiku, e vërtet. Dhe publiku duhet na kontaktojë në 069 20 70 ose në +33 49 55 1144 nëse na drejtoheni nga Kosova. Ose në kodin që përcakton Keli aty ke Julia. Dhe publiku i cili duhet na kontaktojnë duhet ta ketë parasysh që jemi duke luajtur për një abonim në Tring OTT 1 mujor. Smaroka kur ky abonimi? Bravo i qof. Kthej neshje, do të thotë neshje ka dielën apo jo? Super produksion, Juvia. Jo, është derbi Milanos. Madoninës. Ktu nuk shajmë, Milan Inter. I shajmë të dyja. Milan. Jo, me Inter. Shamo.
Do bëj stadium bashkë ato rriti. Po. Kur filloi burgu pasaj. Vazhdo si do folje ti. Tunis. Vazhdo. Në një video që po qarkullon. Një minutë të heshtje për dua të shpërndaj Sa të dë 1 minutë heshtje. Opinion që më ka ardhur në SMS. Jemi. Poloni fshat. Tani mund të vazhdoj. Sa i shoku folje më. Me moshës do që s'ke çfarë bën. Po. Ke 30 sekonda kohë Për të folur për Slovaki fshat. Në një video që po qarkullon në rrjetet konspiracioniste, përfshirë ato shqipfolse, pretendohet se këngëtarja e mirënjohur Lady Gaga del se i rrëmben fëmijët për adrenokrom. Çka do të thotë? Rrëmben fëmijë për të pirë atyre gjakun. Si shoku veri. Një video e tillë është thjesht promocioni për serialin e mirënjohur American Horror Story Hotel, i cili është transmetuar për herë të parë në fakt në 2015, por në sezonin e 5 më duket, në këtë serial Lady Gaga luan rolin e konteshës Elizabeth, pronarja e Hotel Cortez dhe një vampire që ruan bukurinë e saj duke u ushqyer me gjak njeriu. Dhe unë e njoh këtë sepse di në çfarë hëngre shokut. Jo, desha 2 sa është litri. Litri është Kara E njoft hotelin se di çfarë shtretri shmbajnë. Jo, kam pak të seriale. California, nga e ditë cilësinë e shtраtit. Çfarë? Cilësinë e shtраtit nga e ditë. Është pa e di se shtati më i mirë mbrojt. Lasi në Kuçov. Po. Lasi. Ndjen një lloj xhelozie në ajër. Po. S'ka problem. Është mesjusht. Ja, shikon. Ja. Kjo është panorama. Kjo është Bile. Nuk bëhemi dot. Nuk i kryqëzojmë dot xhelozit. Ishte varianti im. Ka dhe variant tjetër gjithmonë. Do të ka një të dashur, po ka dhe një të dashur tjetër. Patjetër. Ajo jona është më e mirë. Sigurisht që po. Hap klapa në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, përfshi ato shqipfolse, paraqitet këngëtarja e mirënjohur Lady Gaga, e cila rrëmben fëmijë për adrenokrom. Dimi serioz. Copy paste kemi marrë domethënë. Po çat GPT për çfarë bëm? Çka do të thotë se i rrëmben fëmijët për të pirë gjakun? Në fakt, videoja pretendon shumë deri tek rrëmbimi i fëmijëve, por Lady Gagaja është, ose më saktë dhe shumë personazhe të tjera të botës së showbizit, pinë gjak fëmijësh për qëllime estetike. E po lym buzët. Vet labelo sen ato që bëjnë këto. Nese. Kuptohet që procedura e sigurimit të gjakut nuk kalon deri te kidnapimi. Ja rrëmbimi duhet të jetë, pengmarrja. E tani se jemi në Kosovë, tani të lutem. Se kështu në Kosovë kidnapimi, po ka kidnapu. Por nëpërmjet qendrave të specializuara. Pra, kemi këto dy variante. Kush është duke na gënjur? Është Egyn apo Greta jon? Në 0692070 222 ne presim mesazhet tuaja. Dhe në +33 49 55 1144. Ose për ndryshe sportifiko. Super produksion. A dëshironi me një tjetër lajm që në fakt është po mirë, do ta dëgjoni gjithsesi sepse kjo na prek shumë ne për qëllimin që po realizohet ky lloj programi, por edhe Kelin personalisht. Se bëhet fjalë për faktoje. Po. Tani, flitet për to sulmet kibernetike që ne gjithë e kemi parë, po ka ndodhur më 4 tetor të 2025. Më 4 tetor, faktoje, platforma e parë dhe e vetme e verifikimit të fakteve u bë objektiv i një sulmi kibernetik. Po, hakerat depërtuan në databazën e WordPress të tyre, fshin një pjesë të konsiderueshme të artikujve dhe nga një raport i hollësishëm i ekipit teknik, rezulton se ky ishte një sulm i nuk ishte një sulm i rastësishëm. Nuk ishte, jo. Madje do t'ju bëj një spoiler. Në fund të këtij lajmi, pasi ta lexoj, Keli ka për të qarë. Veprimet e kryera tregojnë një operacion të organizuar me njohuri të avancuara teknike dhe me synim të qartë. Pengimin e punës së faktoje në 3 linja kryesore. Së pari, anti-dezinformimin, që lidhej në fakt është dezinformimimin, që ka vënë targat e reja. Anti-dezinformimin, që lidhej me lajmet e rreme që qarkullonin në rrjet. Më shih. Luftë ndaj ekspozimit të narrativave hibride, sidomos ato të lidhura me burimet pro-Kremlinit. Dhe së treti, linja e tretë pra, është llogaridhënia e institucioneve brenda vendit. Fshirja e artikujve kishte si synim dobësimin e besueshmërisë së faktojes dhe
Edhe dhe hapjen terren të narrativave të rreme. Për pasojë, se që ka shumë të mëshme, mbi 200 artikuj janë fshirë nga databaza. Shumë prej cilave kishin kërkuar muaj pune kërkimore, po çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Ja të them fletën. Ka ndodhur konkretisht. Unë mendoj që Soros i ka bërë. Po patjetër, po patjetër. Që nisi nga data 4 tetor, faqja e internetit faktoje pikal. Dikush e ka fajin që Greta është e bukur? Thuaj se jashtë funksionit për 13 ditë. Apo djalivet. Gjatë kësaj periudhe, sulmuesit fshin vazhdimisht për mbajtje, eliminuan llogari përdoruesish, përfshin ato të redaktorëve dhe administratorëve si dhe penguan ndjeshëm. Nga qytet preferenca të tjera apo në Hollywoodit. Jo. Në moshë kisha. Na fal. Në moshë dëgjova në moshë. Jam e interesuar nëse dëgjova në moshë. Na the çfarti, do më të madhe. Vazhdon batuta. Analiza e kryer nga ekipi teknik që mbështet faktoje dhe partnerë ndërkombëtar që u angazhuan në këtë hetim, zbuluan, dhe kjo është pjesa më e bukur. Se loti që pikon. Një zemër bler. Kan bler. Vogël na duket lot. Dhe u zbuluaj që shumica e adresave IP të përdorura për sulmin e kishin Andresa? Po. Pëlqeu. Po ria shumë ardhi xhebrada me thënë sa media kombëtare me të. Apo e dëgjoni që shumica e këtyre IP-ve ishin të regjistruara me origjinën në Serbi? Pra nuk na mbetet tjetër gjë veç se të themi Serbi. E më mirë se i ashtu i futet vllajin më zotrim mendonte për ne. Aman, shikon, po fol veti për vllajin. Nuk të dalin vëllezërit patriot që ke përballë, domethënë tani të lutem. Jo fare. Si thoni pra, si mendoni, është Lady Gaga një nga ata njerëzit që pinë gjakun e fëmijëve për qëllime estetike, sofistike? Dy variante do e themi edhe në fund të emisionit. Kush po na gënjen? Unë apo Egi? Sipas televizionit shumë të rëndësishëm Euronews Albania, KM-ja. Edi Rama ka njoftuar përfundimin e gjithë grup kapitujve të negociatave për integrimin në Bashkimin Evropian. BE-ja. KM-ja për BE-n. Po. Kështu ka raportuar në datën 12 nëntor zboga për kope. Media e minor me të lexuar titullin e më sipërm lexuesi mund të mendojë me të drejtë se Shqipëria është pranë hyrjes në Bashkimin Evropian. Pra BE. Patjetër. Pasi e ka mbyllur procesin. Po thithmë valla gjithë plurin, lëj çikolla se është nuk është kaq keq. Kam shkollë të mirë. Okej. Pasi e ka mbyllur procesin e negocimit në të gjithë grup kapitujve. Sa më pëlqen grup kapituj. Po jo këtu më kam fut nap për filtrim. Këtu kudo, da për të Megjithatë, publiku nuk duhet të gëzohet para kohë. Në brendin e tij artikulli i referohet si burim kryeministit Rama, i cili citohet, kujdes se do të futen mbathjet në deri këtu. Si roja. Në brendin e këtij artikulli referohet si burim kryeministit Rama, i cili citohet i themi makinës në anglisht? Car. Okay. It's a car. E di pse po ta them car, sepse ti nuk po thon amerikançe, që them car. Po thon në anglisht është car. Pa i në fakt si thon Amerik tha. Jo, tha në anglisht. Si thon? Un paguaj vetëm me gjuhë dhe me amerikanët. Car. Po Kosova e thot car. Ka qenë ai filmi me David Hasselhoff. Super. Është David Hasselhoff. Ama mirë tani. Mos i nga Hasselhoff thot. Ala me Kingu, kryetar i ri aty Hasselhoff. Supercar. Se jo, e di si është problemi, se ne e themi super. Po. Supercar. Ashtu. Makinë super. Atëherë në English është supercar. Supercar. Kam shkollën e Elizabetës unë, nuk merrem me juve. Jepi. Ashtu dhe. Shqipëria arriti të pamendueshmen. Po kjo ka doli. Në tekst. Shqipëria arriti të pamendueshmen. Të gjithë kapitujt e negociatave të hapur brenda 12 muajsh, rekord absolut në procesin e integrimeve evropiane. Ja, ato po përpiqesh. Po çfarë duash ti vlla? Po, kanë ardhur. Pra, Shqipëria nuk po pati urinë pension thuaj. Po, nuk ka urinë pensionin. Janë variante. Janë variante. Po çan to mesazhe pa urinë pension. Ai rati po do mbarojmë sezonin 2. Ai rat më thon shkurtat hiç do? Ja. Okej. Ja. Pra, çfarë? Çan ngjyrë i ke? Çfarë? Zeza. Okej. Zeza. Mos e provokoj Egin për të gjëra. Çeke. Mirë bën. Si të vjen zor, më po si spamje kemë, por e kërkon, domethënë si spamje kemë thumu zhvishu. E kupton domethënë, çap nuk di çfarë them.
Pra ne jemi emision më mirë në Shqipëri. Sot për sot është emision më mirë në Shqipëri për tilla gjëra. Shumë e vërtet. Ne ja zhvishemi të marrim klikime. Ja, shef do vetë zhvishet si gjithë tjerë. Edhe unë si gjithë të tjerët. Në transparencë. Defino transparencë. Ata zhvishu nga konceptet do. Është e shikon, kjo është. Jeni treshe shumë e mirë, na shkruan Kol Nasi. Jemi treshe shumë e mirë. Urime për emisionin ku e ke Kolo. Kolo. A pra. E nai birr po ashtu. Sa mirë do ishte. Se merret me bira, jo se. Pra, Shqipëria nuk ka përfunduar të ketë të gjithë grup kapitujt e negociatave, por vetëm procesin e hapjes së tyre, që mos gatrojmë bishën me ishën. Në rastin më të mirë, vendin tonë do të nevojiten 2 deri në 3 vite të mëtejshme negocimi përpara se të njoftohet Kush e thot? Lajmi i patjetër për ato. Nga Euronews. Edhe të mendosh që faktori duhet të jetë më kryefjal. Mamma mia. Madonnina mia, manaxha, janë gjithë dialekte italiane. Madre de Dios. Ashtu. Pra, i ploti legjislacionit të Bashkimit Evropian në legjislacion vendas. I është shumë gjyshe, thonë nëna. A ne, thonë. Se nuk quhet vetëm gjyshe Beskallaku ti? Jo. I është në dialekt po themi Shqipërisë mesme. Shqipëria mesme. Se tani e mbarë shkollën e mesme unë. Deri në nëntor të vitit 2025, që është viti që ne po jetojmë dhe janë 4 numrat e fundit të telefonit tim të interesuar në inbox. 0900. Ja do pyesim Besën, ja i them Besën. Por e pyesëm. O Beso ma shkruaj mua. Po vetë po ta dëgjoj. Ose të shkruaj në kështu, WhatsApp ka Besi, çapunë ka Besi. Çapunë ka Besi këto momente. Në këto manastire del. Më pëlqen Besi. Deri në nëntor të vitit 2025. Okej, do të ta rregullojun. Shqipëria ende nuk ka mbyllur ndonjë nga grup kapitujt e negociatave. Prandaj është koha që të këndojmë këngën e Castro Zizos. Ja ke fut kot, plako. Po kërkoj një bebush ku je ti, apo s'është kjo këngë? Nuk ka rëndësi, që është Castro. Dhe Castro që mund bëjnë lajm. Patjetër. Shkaq se bëra që ndjes të fol për Castron e për Aman. Po morë vesh Castron te këtë shekullin Vision Plus. Oh! Me çfarë fjala? Ishte perla, tani sa ndim duket. Ishte super produksion. Një djalë kishte kërkuar Bem Blushit një debat publik, i kishte përcaktuar 10 kushte. Fort jeni që përmendni emra. Bravo i qoftë. Jo, ishte shumë interesante dhe në morinë e gjithë atyre komenteve më bëri përshtypje dhe ky është se mund ta thosh edhe ndryshe. Jo. S'kemi gjendë. Po, morinë e gjithë komenteve që kishin reaguar aty, më bëri shumë përshtypje komenti i Castros dhe ja momenti ku Castro bëhet lajm. Dhe kish shkuar, jam shumë dakord, ju ftoj në podcastin tim ta realizoni këtë. Ka akoma podcast në Shqipëri, se më duket sikur i hoqën. Po ky një podcast është. Jo, ky s'ka lidhje me podcastin, besoj mo. Ky është nivel, është emisioni më i mirë sa në Shqipëri. Shumë e vërtetë është kjo. Ky. Se besoj. Pse kush na konkurron? Ka më mirë. Jo, s'ka lidhje me konkurrencën. Kush është më mirë? Cili është? Keni parë podcastin e KM-s? Vini më. Shiko, aty nuk ka humor, aty nuk ka kaperrenën. Aty ka gjëra të vërteta, serioze, thella. Tash ne po flasim për promovojnë gjithë është momenti ai promovojnë gjithë qeverinë vet. Patjetër. Atë është momenti për t'u thëduar, themi gjë serioze. Ju lutem. Poloni fshambaton. Okej, ndrejmë, ti e di vëlla. Dhe pas kësaj ju rikujtojmë. Oro pushatise bur. Aktiv, miqër, si thoni ju, është Lady Gaga një nga ata njerëzit që pinë gjakun e fëmijëve për qëllime estetike? Super lajm. Na shkruani kush po na gënjen. 069 20 70 22. Ose nga Kosova. Ose në +33 49 55 144 nëse na dëtoni nga Kosova, që me qira fjalë përshëndesim çik Vjollsen dhe Dugin që po pinë cigare në balkon tani me siguri, se e kanë pushim këtë orë. Ata nuk pinë duhan, thjesht tymosin për të sqaruar idet. Shumë mirë. Po, pra, mos harroni edhe një gjë tjetër që ky program është një prodhim origjinal i Club FM me mbështetjen e Faktojes, por që mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur. Për Shqipnin. Faleminderit. 100% original. Po, pra. Atëherë më 13 tetor. Nën kryetari i Partisë Demokratike, që Egi ka fiksim duket, Luciano Bocci. Doli me një deklaratë publike ku thoshte se asnjë universitet publik shqiptar nuk figuron në renditjen ndërkombëtare. Na ke rrejt plako. Na ka rrejtë? Luciano? With the mother and the sister. Zoti Bocci. Pra po flitet për World University Rankings të 2026-s në Times Higher Education. Sipas tij, Universiteti i Tiranës ka statusin reporter. Ndërsa u përpoqja shumë ta bëja këtë theksin me intimidon ti. Reporter, mirë e themi zemra. Ndërsa universitetet e rajonit janë të renditura si për shembull Universiteti i Prishtinës, që ndodhet në vendin e 518
15. Okej. Pra kështu ka cituar Boçi. Madje ka shtuar se kjo vetëm i situatë gishte shtyp zemra? vjen nga politizimi i institucioneve, emërimet partijake, mungesa e kërkimit shkencor, financime transparente, si dhe ndërhyrjet e qeverisë që kanë cënuar autonominë universitare. Unë se kuptoj pse po flasim për universitetet, sikur do bëhemi gjithë shkencarë. Vetë morë fjalën, vetë mbaroe. Por, sepse shtrohet një pyetje. E di. 2 shekuj më parë. Kur? Okej. 2 shekuj më parë. Pyre e Pirit, mos më përmend burra që lëvizin me elefant. Çfarë ka Pirë e Pirit me qytetin e vjetër të Antigones? Dhe ndruan jetë nga një tjegull. Respekt e Piro. Urdo? Çfarë lidhje ka Pirë e Pirit me qytetin e vjetër të Antigones? Dhe me Luciano Boçin? Më kape në befasi, domethënë pa të është një qytet që ka bërë dhuratë të dashur. Se thoni me zë të ullët kur bëhen dhurata kaq bukura. E di pse e tha me zë të ullët, se njësoj gjëhet në radio. Ai që është publike ngjon njësoj. Në atë kohë me motor, Unë do doja të 2 shekuj më përpara nuk ka pas motele. Prandaj Piro e Pirit që të kishte një vend për i duhej një qytet të tërë. Bëri dhuratë, tha një herë t'japi qytet. Dhe aty lindi shpreha e famshme, Poloni. Shumë e drejtë. Por sa e vërtet ishte kjo deklarata që ka bërë Luciano Boçi dhe çfarë tregon vërtet kjo renditje? Elbasan i bukur, Elbasan. Vjen shumë i nash se kam dëgjuar të këngë. Do dëgjoj tani? Se ke dëgjuar më shumë asnjëherë, po. Një ditë pyeta Lencin, e mora fshehur zi këto radio i thashë të lutem ma këndo, po e këndoj keq. Vajzaci sorkalle apo s'e vaj. Po kjo është një 7-8. Djemtësi O Flora jo në vendi bukur. Flora jo nuk ka si ti. Futi durën xhep. Që të paguajmë të xhiro. Times Higher Education është një organizatë britanike e specializuar në analizën. Shkote paragrafi fundit. Po mirë, atje po shkoj. Si më poshtë vjo. Atëherë Luciano Gënjeu, ky është përfundimi. Sepse World University Ranking se kanë bërë një rankim të këtyre universiteteve që është publike për vitin 2026, ka përfshirë 191 universitete nga 115 vendesh, publikuar më 9 tetor, mund ta kontrollojnë të gjithë. Aty jemi ne, domethënë janë 5 universitete shqiptare për këtë edicion të vitit 2026, të gjitha me statusin reporter. Duhet të pushim, duhet të kemi çik në banjo. Duart lart. Dhe mos gënjeni. Këmbët lart të dyja, hajde. Majtas djatas, Erman Mamaçi Production. Dakor. Kape Renën, me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Kape Renën. Gjithsesi unë gëzoj konsiderat shumë veçantë për ju. Për Elsa Lilën. Për ty edhe për atë, po më te kam shëhet vjetër në tjetër. E di pra, po si ti ke qenë në klasë me ka unazën time ngisht. Ti me kë ke qenë në klasë? Erion Velin. Jo, Erion është një vit më i madh. Unë nga këto të famshmit kam pas në klasë psikologe që është sot Denada Toçen, që ka qenë flautiste. Po. Kam pas Ajmir Pirgun, që ka qenë violinist. Ka qenë violinist, po. Po, kur ka qenë Albasani ka qenë violin, pasi u kaloi për kanto lice. Për ty ti kujtoj tash nga këto që janë të famshëm. Po edhe ku ti duhen të famshëm ti? A pyete më vlla. Do të famshëm ti ka pasur. Ma çokun, vesh deri. Pyete, merr për përgjigje se na zgjet pa se na lodhën. Unë po të dëgjoja, unë po të dëgjoj me shumë përgjigje. Sa më çmendë. E mua bet kot. Elsa Lila më intereson nga këta. Elsa po, Elsa s'ka qenë në shkollë muzike. Ke marrë ndër puma balli? Jo. Komlesh? Jo. Mundlesh? Mendoj se mund ta pim një çaj. Mendoj se mund ta pim një çaj e gje. Unë ti dhe Elsa Lila. Faleminderit. Elsa ke ftesë të hapur nga unë dhe nga Greta. Edhe nga unë Elsa. Mama. Lutem mama. Ne jemi në Kape Renën dhe nuk e dim për çfarë po flasim. Po këtë është vërteta. Ne dim një gjë që ky është një prodhim original i Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje dhe mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bashkë ashtu. Dhe në këtë moment ne kemi një quiz aktiv për cilin si dihet. Është si zgjedhje. Ju do të gjeni vetëm se cili prej ne të dyve po gënjen, unë apo Egi. Të dërgoni me mesazh gënjen Filani ose Filania dhe ta dërgoni me mesazh në 069 20 70 222 dhe në 038 plus 33 49551144. Nuk e kam fiksuar Kosovës, po ta fiksoj për meç e them. Mos kujtoni se po e neglizhoj domethënë. Është shumë mirë, prandaj edhe unë bëj kështu si. Luajmë për një abonim një mujor në Tringatata.
të sportifikohet. Më pëlqen se ku lume mund del nga vetja. Po pra, po dhe mua më pëlqen Zoma, shumë. sa i përshtatet moshës. Atë rafsha për sipër. Poloni, fshamata. Sa të shkon ky variant Keli. Si gëzon, më pëlqen. Do shkon tash shumë. Slovaki, fshamata. I dha leksion Gjermania 6-0. Është program edukativ ky që po ndjekim sepse Patjetër. mësojmë se si të mos gënjejmë pikërisht. Se Dhe do me pa qëra gabisht. fjala. Hit parade vendi 5 kemi sigël kena bot gjitha. Po, e vërtet. Eci. Top 5 ka për Renën. Për këtë javë. Rena numër 5. Vajza, nuk përmbaj Po hormonet. nuk është e vërtet, po nuk është e Nuk e vërtet. mështë. Nuk është e vërtet o njerëz që më 1 dhjetor në Shqipëri do të vendosen në përdorim Medbeds, që kurojnë sëmundjet e shkaktuara nga COVID-19 dhe se shpërndarja e tyre do të bëhet nga një Duksana. Ne i rregullon. Duksiana. Ne i rregullon Greta. Nuk do t'i bëj reklam, ishte e Deri autorizuar. 28 nëntor. Problem. Se pisha kam. Dhe se shpërndarja e tyre do të bëhet nga një aleancë ndërgalaktika. Po friti. Po Fotoja friti. që qarkullon me këtë rast në Facebook është marrë nga një artikull i amgnews.com për Medbeds. AMG është edhe ajo. Logoja AMG-ja zez. Logoja e së Jo, cilës seriali. shfaqet në kënd të imazh Konzeta, zemra vogël. Faqja në vetvete rezulton të mos ketë as staf editorial, as transparencë për mbi pronësinë, as referenca shkencore, apo dokumenta institucional për mbajtja e saj. Përzien Ecim. element të pseudoshkencës, pra për gjithë shkencarët, deep state, UFO-t apo mjekime Shkencarët. të paverifikuara. Shkencarët. Keli, Greta dhe Egi nga një batutë. Jo, më fal. Është emision tjetër. Skaletën deri në fund, domethënë tani. Është i përmbahet Ka tekstit. për Renën. Mos ka ardhur në një mesazh urime për emisionin, se më ka ngel fiksim. Ja, Qa publiku është ky domethënë? Shkruaj Ose mesazhe. urime për emisionin. Ose votoni në kodin. Okej, kalojmë në vendin e dytë të hit Eci paredit. Wilhelm. Rena numër 4. Një postim në 8 nëntor në Facebook i Po thuaj me portalit telefonin se s'to gjeni. Preferenca me titullin sensacional të Qiniton. një lajmi urgjent, Qinito. ku vendi i heq imunitetin ministrit të njohur. Edhe kësaj të sot. Nuk e heq. Spaku. Oh, një mesazh. Wow, një mesazh. Ne kemi një mesazh ja të hapet se është pak një moment të refreshi. Ha, het skel. Mirëmëngjesi klubista. Ec shpirti. Domethënë. Klubista. Të tërheq me njerë vëmendjen se mos largo zot e pson ndë një nga antarët e kabinetit Klubista. Rama 4. Rama Tani, 4. O do flasun, o do flasësh. Fal, ti. ka- Do Fal, flasim po. gjithë për herë, si do ti. Atëherë mund të Në live flasun? ndodh. Po pra. Blenardi ka dërguar një mesazh dhe thot: Blenardi. Urime për emisionin Keli. Finalmente! Fitore! Finally! Fitore! Më në fund! Do më në Albania 1, Albania 2 po na filmon. Ne do fitoj. Hajde. E thash vendin orkatës, nuk merre me ju, domethënë Fal shumë, jeni fal zhurmos shumë. domethënë. Sigla. Rena numër 3. Për fat keq nuk është e vërtetë se një pacient i smur me kancer të gradës së fundit u shërua plotësisht pasi u bë një trajtimi me antiparazit. Pik. Në rrjetet sociale përfshi ato shqip folse, po qarkullon pretendimi se barnat antiparazitar janë përdorur në një terapi eksperimentale që çojnë në kurimin e plotë të një pacienti me kancer terminal. Sa bukur flet. Është më e pakta që mund të bëj. Por Shumë, shumë bukur. një studim i mësipër nuk jep ndonjë provë Poloni. mbështet Ku shram ishe motra ti? që mbështet këtë pretendim. Antiparazitarët që pretendohen shpesh se mund të trajtojnë kancerin janë Ivermectina. Ivermectina është e njohur Okej. Nuk e di, unë se kisha gjoni. Kalote ditë natë. Ivermectina dhe mebendazoli. Agjencia Europiane e Barnave EMA i tha Deutsche Andrea? Press Agentur në muajin Ndoja. gusht. Ç'është? E mandoja. Okej, në rregull, përshëndesim. Aktualisht nuk ka prova që mbështesin provimin e ivermectinës si ilaç për kancerin. Ancerin, ta themi ancerin. Sepse Pancerin. koja e tham. thuhet Apo jo këja, ishte di- roja. I themi pancerin. Bidereja, fal. Pancerin. Pra po kancei. Vërtet ekziston interes shkencor për përdorimin e ivermectinës si terapi mbështetëse, kështu thot lajmi. Për pancerin. Për pancerin, po. Por kërkimet janë ende në hapat e tyre, fille festa fare. Bukur shumë. Çfarë do tani? Tani është momenti jot, Greta, për vendin e dytë. Rena numër 2. Se dëgjova mirë. Çat pa me i ke Është i mbyllur genti vetvete. Është ka, domethënë, e ka Sepse e di butoni njësoj është se po tash. përgatitesha të bëja një komunikim. Nuk e kisha me Genti, por do doja që ta lexoni ti Keli. Ua, Shëndet e dytë. ç'a Se nuk e konsiderate lexuat atë të katërtin dhe plako. unë dua të dëgjoj më shumë.
Do të pari, duke do që ti lëm vend e parë. Tlutna, sepse ngjarjet po zhvillohen Kosovë. Unë ty ta lëm me kënaqësi. Vendin e parë. E marr me mend. Okej. Jepi aty Kelit, unë ta jap ty. Atëre, vendin e dytë me kënaqësi. E lexon Egi me dialektin e Jo, më do të jepem asaj, do ty më burr. Jemi tek vendi i dytë. Okej, të largojmë unë të vetëm një Është i rem pretendimi se kandidati i vetvendosjes për kryeministër Glau Konjufca është në komunikim me listën serbe për të siguruar edhe 9 vota të tyre për formimin e qeverisë. Krypometër ka kontaktuar zëdhënësin e lëvizjes vetvendosje Arlin Mandxuka. Kryp e thash. I cili ka thënë se ky pretendim është i rem. Glau Konjufca ka deklaruar se nuk do të ketë koalicione. Po si doja? Pasi synon të formojë një qeveri afatshkurtë. E ke ngrënëron. Sa për t'i miratuar disa vendime dhe ligje të rëndësishme dhe të përgatisë vendin për zgjedhje pas skadimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani. Lista serbe ende nuk ka dhënë ndonjë shëndrim rreth mandatit të Konjufcës për kryeministër nga presidenti i Kosovës Alias Barbi. Wow. E di kush e ka fajin apo? Sorry. Atje në majt Kala Megdanit. Dhe aty kur nuk na e priste mendja arritëm në vendin e parë, në maj. Rena numër 1. Stegi si gjithmonë. Po pse Egi vendin e parë? Pastaj thash episodi 11. Të thash ju lej të dyve të ikin. Se këtë thash edhe unë. Ti t'ja lije si vendin e dytë, unë të lij aty vendin e parë. Ti the me shumë kënaqësi. Edhe unë mora seriozisht. Po s'te lejnë këto që përgjojnë çiftet. S'te lejnë, s'ke çaj bën. Çu është kur çifte nga liçeni vlla. Kam I dhon bosh. Sigla. E dham njerëz, për herë. Sigla prapë me butonesh. Nuk është me pelikul. Rini të qeta njerëz. Okej. Pensionistët do të marrin bonusin. Do të marrin bonusin e fundvitit sipas një artikulli debatuar në datën 10 nëntor nga portali. Faleminderit se punojmë për vetë. Petra Vu, avec te toujours. Jep lajmin e keq. Çe ishte? Është me pa Petrën. Okej, në rregull. Jepet lajmi keq se do të hiqet atje në Jordani, ç'është ajo? Në rregull. Do të hiqet bonusi I fundvitit për pensionistët. Po kjo nuk është e vërtet. Thitheni, ato që nxorën thitheni. Ashtu. Okej. Jemi të qetë tani. Bonusi I fundvitit për pensionistët do të vazhdojë të jepet në vitin 2025. Të ardhmen ishin të vetëm që votuan këto 5 bashkëqishin. Patjetër. Eca ty. Personat me pension nën 20.000 lekë do të marrin 15.000 lekë, ndërsa ata me pension mbi 20.000 lekë do të marrin 10.000 lekë, që pra ne të pyetash parë ti. Kushti fakt, te cili grup mosh futesh ti nese. Në projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026. 65 lart të burr. Urdhra? 65 lart. Ke koti shko 65. Depozituar në parlament në datën 4 nëntor, Neni 4.3 deklaron se fondi për indeksimin e pensioneve është parashikuar. Ziu që bëra I kudeti I kurera. Poloni. Do shkosh Varshavë tash? Jo, Slovaki. Okej. Slovaki është shumë. Nuk do shkoj për një arsye se jam në emision. Dhe për këta fëmijë po punojmë do t'i shkruaj nga Filadelfia. E të mërshme, do ishme vërtet? Ja do ma gjesh Krismën. Po deshit janë Mars, është këtu si gjithë të tjerë. Po do jem të më te. A është Irlanda ndej? Ja. A do t'i kesh Filadelfia? Irlanda shafër zemra. Do t'i kesh Filadelfia? Në Irlandë, mora. Streets of Philadelphia. Unë do iki nesër. Philadelphia? Do blej kështu nga I djathi. Shumë mirë. Më pëlqen nice. E merr në origjinë, Ai quhet djathi Philadelphia që është djath për cheesecake-un. Se nuk është reklam valla. Tani se kush ka fituar të kujtës ikim kena punë. Keni të drejtë. Ti kalojmë kështu shpejt. Ki ato sot ti më jeni akoma sot atje ju? Ki ato çan ato që dalin ato aty. Se loti që me kë jeni uri sot valla? Me ata që isha dje. Isha ide italiani. Po, bukur shumë. Gjani. Ishte super, nga ato që përzjedh artistët të arditi. U futa e kërkova një Se ka njerëz sa. Se ka që grit podi, do me thë tash bojë mirë kurios ku që është ky 1100 kë kishtet. Më çaka, se paga 1100 kë. Më pak ai që e blajme. Qa gallat, e si besim. Mirja, do bësh dush? Jam shumë sa po këndon prandaj. Po këndon keq madje. Na jepi pak versionet. Po prandaj po këndoja keq. Versionet, ju lutem versionet. Në një video që po qarkullon në rrjetet konspiracioniste përfshir ato shqipfolse, pretendohet se këngëtarja mirënjohur Lady Gaga, Delka,
Dalka se i rëmben fëmijët për adrenokrom, çka do të thotë i rëmben këta fëmijë për të pirë atyre gjakon. Në fakt, një video e tillë është thjesht promocioni për serialin American Horror Story Hotel, i cili është transmetuar për herë të parë në 2015. Në këtë serial Lady Gaga luan rolin e konteshës Elizabeth, pronarja Hotel Cortez, dhe një vampire që ruan bukurinë e saj duke pirë si në jetë gjak njeriu. Ky vampir që ante shokët. Ua, është një këngë shqiptare me një sinjora Dolaxhiro. Çfarë dhe që kemë re vampiro? Se mbaj mend. Doni një version tjetër. Pastaj në DM. Apo doni ti besoni këtij? Jo, absolutisht. Duhet të jemi korrekt dhe transparent me publikun tonë të mrekullueshëm të radios kombëtare Club FM. Në një video si zvjezor më vërtet. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale përfshi ato shqipfolse, paraqitet këngëtarja e mirënjohur Lady Gaga, e cila rëmben fëmijë për adrenokrom. Çka do të thotë se i rëmben fëmijët për të pirë gjakun. Në fakt videoja pretendon shumë deri tek rëmbimi i fëmijëve, por Lady Gaga ashtu dhe si shumë personazhe të tjera të botës së showbizit pin gjak fëmijësh. Dhe qëllime estetike, ose më saktë për qëllime estetike kërkojnë ndjes. Kuptohet që procedura e sigurimit të gjakut nuk kalon deri te kidnapimi, por nëpërmjet qendrave të specializuara. Fantastike. Ama përpara se ta gjejmë, fituesin, unë dua të lexoj një poezi, domethënë. Bukur shumë. Na ka ardhur një barcalet që na kërkon ta lexojmë. Poetik, domethënë. Me makinën time sa herë që të kaloj po shtëpisë tënde me buri të kujtoj. Sa e bukur, më pëlqen këngë të liçenit. Pra, super. Gjarpër do të bëhem, ty do të rrethoj. Dhe po më helmove, ty do të helmoj. Bravo. Po e bukur. Wow. O moj vajz miope, jo nuk ta fal, se një natë me ty rash në një kanal. Wow. Super, motorjava 350. O vajz miope, jo nuk ta fal, se një natë me ty rash në një kanal. Unë se kisha dëgjuar këtë, po. Pjesa e gjarprit më kujtoi një poezi tjetër të Kiço Spirit, por nuk ishte ajo. Na ka ardhur një mesazh nga një person që na uroi për emisionin dhe ndoshta për këtë arsye mos duhet të Kiço Spirit, po quhet Këthe Spirit. Këthe Spirit, ishte novka Këthe. Tani. Si shkoi pani i vlla? Të spyta. Shkëlqyshëm 3 libra shita. U veshën një pak. Po. Okej. Si 3 Vivilush 1, Vivilush 2, Vivilush 3. Super, më rregull. Me post paguhet ke ajo stenda jote apo? Jo, është e hold. Okej. Po ata 2-3.000 700.000 aq njerëz që kërkonin në emrin e Enkeldemit. Nuk ishin të fëmijët ata. Ja, më duhet të sqarosh. Megjithatë, Lenardi, sepse librat ishin gjithë për net. Më pëlqen. Le të Lenardi ka dërguar një barcalet dhe thotë, lexojeni këtë barcaletën aman. Është me llafet pista? Jo. Okej, jepi. Rrezohet aeroplani dhe çuditërisht shpëton styardesa. Gjendet diku në ishull e vetme. Shikon rreth e përqark dhe papritmas sheh njërin shqiptarin. Po pse nuk e dërgon të hënën thuaj në mëngjes tek Gendeçka? Herë parë në jetë që na zgjedhin ne dhe jo klubin e mëngjesit edhe ti nuk e di sa mos mirënjohës. Po sa e di unë këtë barcalet, po nejse vazhdojmë. Okej, sheh rreth e përqark dhe paprit. Nuk e di, nuk e kam lexuar. Dhe sheh njërin që është shqiptari në këtë histori dhe e pyet, sa kokë që je këtu? Ai përgjigjet 15 vjet. Okej. Mi e pak mish, i thot ajo, jam shumë e uritur. Mirë do t'japi, thot ky, po ti çfarë do m'japësh? Atë që nuk e ke parë për 15 vite, i thot ajo. A mos ja fut koti, so ke si raki. Më pëlqen. Nëse Geto Ari do të lexonte Rakin, siç e lexon. Geto sepse bie Rakin më. Geto Ari është kuzhinier i shkëlqyer ta dini. Atëherë, seriozisht e ka? Atëherë kush e fitoi se s'kemi kohë se erdhën lajmet. Jam Alkedi ma ka dërguar emrin sepse po pyesja. Alkedi me numrin e telefonit në fund 004. Faleminderit, e ke gjetur që kolegu ynë. Ç'ti bëjmë që e kemi koleg, domethënë se një mashtrues. Po çfarë bëj tani? Një mashtrues, Tash më pak që mund bëj. Dhe gjeti Alkedi ka fituar një muaj abonim OTT në Tring OTT. Ku do sportifikohesh, mos haro Serie A, mos haro Bundesliga, Kupën e Italisë, Superkupën e Italisë, Kupën e Gjermanisë, Superkupën e Gjermanisë.
Champions League, UEFA, Aeroporti Florës, Europa League, Liga. Kemi NBA, tenis, çdo më tepër. Po pra ka sporte të reja, ndërkohë dhe programe të dedikuara edhe për Ka familjen dhe dhe fëmijët. programe me skenar të Edi Ogës, janë ato filmat. I ka po skenar e doga gjithë të filmat. Sportifiko Alket, faleminderit. Ndërkohë mund të paraqitesh në redaksionin e Radios Club FM çdo ditë të jetë nga ora 15 deri në orën 18. Është momenti për të lexuar një njoftim të qeverisë. Okej, dhe të Të përshafojmë rita pastaj. me bukmisri, djath e kokra ulliri, të kisha si fëmijë, ti ishe më i miri. Jo ty nuk të lanë të morën me zor, ma vodhën gjelën e detit, ma 30 vjetor. Wow. 30, po pse? Faleminderit që ekzistoni. Vetë gati për 31. Faleminderit që ekzistoni. Ju këshë gjë. Pendën tjetër. Oho. Dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.